Përshëndetje teleshikues të nderuar, vazhdojmë ciklin e emisioneve javore të sportit me legjendat e sportit. Kësaj radhe, para juve është ish futbollisti i Shkëndijës, i cili një kohë të gjatë ka jetuar dhe vepruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aktualisht jeton dhe vepron në Zvicër. Pra, bëhet fjalë për futbollistin mjaft të talentuar dhe mjaft të njohur Arsim Ibrahimin. Arsim, mirë se erdhet në hapësirat e televizionit Koha. Zoti Shaban, faleminderit për ftesën. Mirë se ju gjetat gjithëve. Siç e theksuat vetë, ish futbollist i Shkëndijës, me kënaqësi që kam kaluar kohën time tek një klub shumë i madh. Me që është emisioni sportit, para se të fillojmë të flasim për sportin, në thuaj me pikat të shkurta, kush në fakt është ish futbollisti Arsim Ibrahimi? Arsim Ibrahimi është, si dhe një djalë nga Poroj, jam i lindur në vitin 1979. Jetën time e kam filluar në vendlindje, pastaj me një kohë moshën e re 20 vjeçare diku, jam larguar nga vendlindja, kam shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku atje kam vepruar jetën time të sportit, po ashtu edhe jetën private me punë si gjithë marrëdhëntarët. Dhe aktualisht jeton dhe vepron në Zvicër. Për momentin jetoj dhe veproj në Zvicër, në qytetin Arau, një qytet shumë i bukur, ku ka një farë lidhje me Einsteinin. Po, ati ka kriju një shkolla edhe është qytet i bukur. Po mirë, atër të kthehemi sportit, kur keni bërë hapat e para në sport, gjithësisht në futboll, dhe sa ka ndikuar prindi juaj, i cili ka qenë arsimtari edukatës fizike? Po, unë besoj që një ndër arsyet e një farë shtyrje në sport ka qenë babaj, i ndjerë. Jo vetëm edhe në futboll, po në gjithë sportet në përgjithësi. Maj mend si fëmijë me ushtronin në handball apo volejball apo gjithçka, unë gjithmonë kanë qenë prezent. Po ashtu edhe në skim. Kështu që hapat e para të futbollit i kam bërë diku në moshën e them në klub, regjistrimi në klub ka qenë klubi i Në moshën me hapat e para normal. 9 vjeçar ka qenë. Ashtu sa atë koha ishte pak më ndryshe, nuk është mënyra e stërvitjeve të mosh grupave nuk ishte njëjtë. Domethënë kishte pioner, kadet, të rinjt dhe ekipe parë, kështu që moshat më të vogla ishin pak më të vështira. Kur flasim për prindin tuaj, i ndjeri Emin Ibrahimi ishte edhe aktivist për të drejtat për zhvillimin e futbollit në rajonin e Tetovës, sidomos në lidhjen futbollistike të Tetovës, dhe ishte njëri ndër iniciatorët së bashku me mua për kyçjen e shqiptarëve në për institucionet sportive. Atë kohë dhe atë mënyrë si keni vepruar, si keni jetuar ju, unë kam mbrit një kohë shumë të shkurt, me që ndryshimet të bëhen pastaj. Mirë po gjenerata juaj është një generate artë, sipas mendimit tim, e cila ka bartur një barë shumë të rëndë për zhvillimin e sportit, në përgjithësi jo vetëm dhe afirmimin e çdo gjë. Ne krejt e dimë mënyrën se si mos him politik tash pa lidhje, se si ka vepruar Shkëndija në kohën kur unë kam lindur në 79. Atëherë, cili është klubi juaj i parë, ku keni qenë regjistruar si futbollist aktiv, trajneri juaj i parë dhe cili janë ai i cili u mësoi rregullat ose hapat e para të futbollit në klub, pra? Po. Klubi im i parë ka qenë klubi futbollistik i Teteksit, ku si trajner ka qenë Boshko Blaževski. Ka qenë një trajner i ulët, ka qenë shumë i disiplinuar, ka qenë trajner i mirë. Shqiptar ortodoks. Në qoftë se e thonë. Edhe mbaj mend që disa herë na flitte, na kur vishim nga fshati, ishim në çik më dobët në aspektin e gjuhës maqedone. Unë kam marrë shumë i ri, kështu që aje ndërkohë shifte që ndonjëherë se kuptoja, edhe më fliste shqip.
në atë mënyrën e vetes sa mundte. Cili që sukseset deri sa ishit në tek si pasi ke luajtur në kategoritë Kam luajtur në kategorinë e pionerëve, kadet dhe në kategorinë e të rinjve. Pioner dhe kadet ka qenë Boško Blaževski, pastaj ka qenë Sare Vojčevski. Dhe pastaj në moshën, mos gaboj, 16 vjetë gjysë, 17 kam shkuar tek ekipi i pari Shkëndijës, në moshën 3. E mbani mend sa ndeshje keni luajtur në ekipin e Teteksit, pra në kategoritë e reja? Është vështirë të them numrin, mirë po do të bëj, nëse bën një farë kalkulimi, prej moshës 9 vjeçare deri në 16 plot 7 vite të tëra. Mbi afro 200 ndeshje me siguri. Me siguri, dhe stërvitjet edhe koha ka qenë Arsim, tillë. ju nga Teteksi kaluat te skuadra e Shkëndijës, që është një simbol i futbollit shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Atëherë, kur kaluat te Shkëndija dhe sa ndeshje keni luajtur në këtë skuadër? Dhe kush ishte ai që u dërgoi te ekipi Shkëndijës? Në vitin, mos gaboj, ka qenë në vitin 96, kur Shkëndija ende ishin në ijet e futbollit shqiptar aty, duke filluar nga Qati Osmani, Skender Januzi, Halim Odaj, e shumë të tjerë, Marem Dosti, une deri dje isha si zakonisht mbas sporte, topat i nxjerrshna, edhe ndërkohë patëm një farë mosmarrëveshje te klubi i futbollit të Teteksit, me që nga aftësitë e mia që i kisha, u donte të avancojmë në ekipën e parë. Mirë po ndodhi diçka që një e pa drejt aty, sipas mendimit tim. Kështu që pakënaqësia ime se di në çfarë mënyre e kishin dëgjuar udhëheqësit të Shkëndijës në atë kohë. Edhe më një herë erdhën të shtëpia dhe diskutuam për situatën time. Edhe unë pa hamendje, domethënë. Absolut, me gjithë qejf. Ishte një, ndoshta edhe nuk mund të ndroja në atë kohë, në atë moshë. Bile në vitin garues 96-97, Shkëndija për herë të parë kualifikohet në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Ju keni qenë pjesë atëherë, si ndiheshi? Çfarë emocionesh keni pasur? Kur jam inkuadruar, domethënë në Shkëndij, ka qenë si trajner ishte zotri Ajet Shesholi dhe Ismail Sulejmani. Unë isha shumë i ri. Domethënë 16-17 vjeç kam qenë. Edhe pas inkuadrimit tim në stërvitjet para pregaditore që i bënin në stadiumin e vjetër, e mbaj mend as që mendoja që do isha pjesë e ekipit parë, unë ishte kënaqësia ime ishte vetë të jes pjesë e klubit magjar. Dhe mbaj mend si sot, kur e bëjnë listën e lojtarëve, cilët lojtarë do të shkojnë në përgatitje, në atë kohë shkuam në Strok. Edhe zotri Shosholli tha, edhe ai djali i ri që erdhi nga Teteksi, se s'ma dinte emrin ende. Edhe pastaj erdhi zotri. Ka pa cilësitë tua edhe. Po, për një 3-4 stërvitje aty, edhe normal ata kanë patur atë mënyrën e vetes se si ndjekshin futbollistët, kush ka tetohen në kush shumë e madhe. Kështu që ata deri diku e kanë ditur atë historinë time të futbollit, talentin, edhe një ëndër që u realizova për mua në atë kohë. Ishte pjeqja, si u nditet kur Shkëndija për herë të parë u kualifikuar në ligën e parë? Unë mendoj se ndjenjat janë vështirë të përshkruhen, me që një ngjitje sotme në atë rang nuk është me vlerë të njëjtë në atë kohë. Në atë kohë Shkëndija ka qenë më shumë se një klub. A keni luajtur edhe ju në ndonjë ndeshje në ekipin e parë të Shkëndijës? Në atë kohë pata probleme me regjistrimin, me që ishe shumë vështirë. Mirë po zotri Orhan, më fali Indjeri, e kam marrur mbi emrin, me atë kam luajtur ndeshje në ekipin e parë. Urani, po. Se pastaj u bë ndrimi, u bë problemet që u bën, atje unë isha 8 rinjt, kështu që shkova edhe ke ekipi parë edhe ke 3 lojë. Pastaj në Shkëndij ndodhen ndryshime në kryesi. Ndodhen gjithë ata ndryshimet që po, patjetër. Atë kohë ishit në ligën e dytë me sa duket. Pastaj shkuam në ligën e dytë edhe
prej atë kohë kanë qenë gjithmonë standard. Trener atëherë me sa duket ishte Luma, Ibrahim Luma, Zeni Arifi, Muzafer Livoreka, ka qenë si treneri portierëve. Edhe pastaj ka pa ndryshime, Hisni Maxhuni, edhe Refet Prekazi, që kam një mirënjohje të madhe veçanërisht për Refet Prekazin. Kam mësuar shumë prej tij, me që unë shkoja mas dite në shkollë, para dite i bëja stërvitjet me ta. Jam shumë mirënjohës. Arsim, ju në vitin 2020 ose 2000 vitin faktikisht me i dhatë fund pjesës tuaj në Shkëndi dhe nga Shkëndia u larguat në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por me sa di une, ti ke qenë i pakënaqur me disa njerëz aty në ekipin e Shkëndijës, që e ka përshpjetu edhe largimin tuaj. Po, është një moment jo i pëlqyeshëm. Ishte një kohë 99-2000, ku ne si të rinj jepna maksimumin atë sa mundim. Kishte do padrejtësira që u bën në klub. Udhëheqësia asaj kohe nuk pata një sjellje shumë mirë ndaj veçanërisht lojtarëve të vendit. Unë mendimi im është i tillë. Ndoshta për DK ka qenë ndryshe. Kështu që përshpejtimi je shumë i saktë në këtë, përshpejtimi im ndaj largim, me që unë atë verë më para ikën në Amerikë, ndeta 3 muaj dhe u ktheva përsëri një ndër arsyet ishte futbolli. Pse u ktheva? Edhe ndodhen ata trazirat, ata mosmarrveshje gjëra dhe vendosa që të... A i mbani mend ata shokët, ata futbollistë me të cilët ke luajtur në ekipin e Shkëndijës? Absolutisht. Përmend disa prej tyre. Në atë kohë, domethënë ka qenë shokë të mi të afërt, ka qenë Berat Imeri, Vullnet Emini, Bujar Islami, Ylber Aliu, një kohë ka qenë Nebi Mustafi, Jeton Elezi, Jetmir Mustafi, Qetrip Osmani, Halim Odaj, Skender Januzi, Adem Shasivari. I të futbollit. Po, unë kam qenë me që unë jam ndoshta një ndër 2-3 lojtarët e ri, të cilët arritëm të loznim edhe me ata legjendat e futbollit që ishin me moshë ndoshta 10-12 vjet më të mëdhenj se na, siç ishte Qetrip Osmani, Halim Odaj, Skender Januzi, Muharrem Dosti, Samet, portieri Sameti, edhe Zendeli, edhe disa të tjerë, Recep Velia, Recep Kamili. Unë kam pat fat që të jetë pjesë e tyre, kështu që kam marrë shumë shkollë nga ta. Ka pas edhe emra tjerë të cilët për momentin... Ndoshta kërkojnë ndjesë nëse nuk e meriton Berisha, për shembull, ka qenë ende një futbollist i merituar. I cili është akoma i aktivizuar me sport, me menaxhere, kam dëgjuar. Po. Atëherë, na thuaj si përjetuat ditët e para me largimin tuaj në Amerikë. Po shikjo, si gjithmonë, kur del nga vendlindja, nga ajo korniza ku je rritur, është e vështirë, se nuk shkon me një vend që të presin krejt me duar të hapura, po si të them, është një piknisje e re, edhe pse futbolli ka qenë për mua një ndihmë shumë e madhe në suksesin tim, pa marrë parasysh në biznes apo në jetën e përditshme. Futbolli ka qenë një shkëndi për mua ku jam futur në pjesën e biznesit apo jetës private shumë. Kur u futët në ndonjë ekip gjatë qëndrimit tuaj në Amerikë? Po, absolut. Klubi i parë ju e cili ishte? Klubi i parë im, në fillim kur arrita ishte vështirë atje se futbolli nuk ka qenë siç është sot në Amerikë, ka qenë shumë më i komplikuar të thënë. Domethënë ju me një intervistë keni deklaruar se futbolli në Amerikë është i barabartë me ligën e ditë këtu në Maqedoni atëherë. Në atë kohë. Tani është totale ndryshme. Me që liga e ditë Maqedoni e liga e parë ishin shumë, mendoj në atë kohë kanë qenë të forta. Klubi i parë ka qenë RWB Adria. Crven Bjeli Plavi Jadran i kroatëve.
Atëherë, si u pritët ju atjene në atë klub si një futbollist shqiptar? Dhe sa kishin njohuri për ju? Mos e harrojmë atë ajo miqësia shqiptare kroate gjithmonë. Po. Veçanërisht në Amerikë është shumë e madhe. Më kam pritur si një fëmijë i tyre, kam qenë shumë i ri, 20 vjeçar. Kam det në shtëpinë e tyre. Emri i pronarit është Marko Lonçar, ende është gjallë, është një njerëz që kontaktoj. Edhe prej aty kam ikur aty në të shumë shkurt, një 3-4 muaj. Po. Dhe kam ikur në Detroit, ku kam luajtur futboll të vogël. Po, një vit me radhë keni luajtur Detroit Rockers. Rockers, po. Edhe atje keni qenë ndër futbollistët më të mirë. Po, patjetër isha prej veçanërisht unë isha shumë i ri, në krahasim se atje gjithmonë mosha shkon mas mbarimit të kolegjit, e kështu me radhë, ishin ata, unë kisha 19-20 vjeçar, ata ishin ka fundi karrierës, normal ishte edhe për ata interesant, një djalë shumë i ri, shumë i talentuar, edhe pata sukses derisa psova lëndimin. Çfarë suksesi patët? Gjithmonë kemi qenë në play-off në stilin amerikan, si e kanë garimit në play-offs kemi qenë. Kam qenë pjesë e ekipit gjithmonë. Trajneri i cili më mori tek ajo skuadra ishte Drago Dumbović. Ai ka qenë një 16 vjeçar që me 16 vjet ka luajtur në finalet të Kupës së Jugosllavisë me Dinamo në Kroaci. Është një emër i njohur ai për opinionin e futbollit. Po. Pas një viti që luajtur në futboll të vogël, ju kaluat në futbollin profesional, në futbollin e madh. Me duket në ekipin RBV ose Adria në Chicago, Adria, në shtetin e Illinois. Ai është një ekip semi-profesional, nuk është ekip për shkak të lëndimit tim që psova, nuk munda të vazhdoj me një karrierë profesionale, siç është në MLS, si e ka Liga Amerikane, me që kualitetet ishin shumë mira për mu. Edhe aty kam qëndruar, domethënë gati deri ka fundi karrierës me ta, pastaj psova edhe një lëndim tjetër. Si gjithmonë futbollistët psojnë lëndime. Nëpërmjet tyre u aktivizova edhe në biznes. Dhe pastaj diku në vitet 2008-2009, mos gaboj, u inkuadrova si trajner, lojtar të ekipi. Informacionet tona flasin se në ekipin Adria për 3 vite me radhë ju keni qenë ndër futbollistët më të mirë dhe për çdo sezon keni realizuar nga 15 deri në 20 gola. Sa është e vërtet kjo? Po. Shigjohë nuk do të flas shumë për vete, është ajo ligë ku garoja unë, domethënë me kualitetet e mia, ishte shumë më e ulët se sa që do, ndoshta edhe ajo ka qenë një farë shkëlqimi im aty. Shkaku i lëndimi nuk më lejonte që të bëja ngjitje më lartë. Shkaku i mënyrës së performimit tim gjatë atyre ndeshje, ndoshta ajo e bën sot e këtë ditë që ndej kam unë punët shumë mirë me ata njerëz cilët e kanë udhëhequr edhe udhëheqin bashkë, ajo është një ekip një ekip familjar Lonçar. Në atë skuadër Adria, pra, të Illinoisit, krahas Arsim Ibrahimit ka pasur edhe një shqiptar tjetër, bëhet fjalë për Sinan Selmani. Si kanë qenë raportet e juaja si dy shqiptar në një skuadër së bashku? Sinani në fillim erdhi në një ekip asirian, ishte e kemi, Assyrian Wingbull, që ishte zakonisht kundërshtari jonë ndër më të fortët. Edhe u njoftuam pastaj mbas ndeshjeve shqiptar Sinan e sheh emrin edhe gjatë bisedimeve dhe normal ishte lojtar shumë i mirë si sulmues, edhe ata më thanë kryesia mund që ta sjellësh tek na dhe pa hamendje djali erdhi. Kemi pas një raport shumë të mirë. Ishte një djalë shumë i mirë, shumë i sjellshëm, profesionist. Është i lindur në Amerikë. Mos gaboj diku nga ana e Dibrës me prejardhja. Kemi mbajt kontakt deri vonë. A flet shqip në lojë apo anglisht? Të dihet. Të dihet. Të dihet. Si
Si e cilësoni cilësinë e futbollit aktualisht në Amerikë, në Liga Amerikane, ku aktualisht është edhe një ndër futbollistët më të mirë të botës, Lionel Messi? Futbolli amerikan është në një rritje të madhe. Jo vetëm si liga e futbollit amerikan, po edhe si reprezentacion, folim përgjithësi futbolli. Është një vend ku i ka kushtet, i ka mjetet, edhe nuk është shumë rënd, edhe është një vend ku bëhet shkrirja e të nacionaliteteve botës, dhe më thënë ke nga të gjithë. Edhe është shumë lehtë krijosh diçka aty, kur i ke kushtet. Nëse një qoftë se bëj krahasimin e tashëm me momentin kur kam shkuar në fillim në Amerikë, është një rritje drastike e kualitetit. Edhe pse mendoj se ka ende mënyrë për të avancuar, gjithmonë. Po, gjithmonë ka. Me ardhjen e Mesit ka marrë një vrull të madh në aspektin e mediave, apo gjithçka edhe ata e bëjnë punën e vetë. Domethënë ndikimi i tij për cilësinë e futbollit në Amerikë ka qenë mjaft i madh. Mjaft i madh, një pritje shumë e madhe për ta, për ligën, për vendin, për pronarin David Beckham, bëri një lëvizje shumë mirë në atë aspekt. Edhe ka qenë një emër i njohur i futbollit shumë i njohur, lojtar shumë i mirë. Kemi pasur rastin ta shohim drejt për drejt. Po, në Shkup edhe në Angli, po. Kum pat rastin të shoh të gjithë ndeshjet e tjera, se me që ato gjatë verës i bën gjithmonë ato turnejet në Amerikë. Kështu që unë kam jetuar në Chicago për një kohë shumë gjatë. Dhe kam pat fatin të shkoj të ndjej të gjithë ndeshjet të cilat kanë një lojtar. Gjatë qëndrimit tuaj si futbollist aktiv në disa klube që ke luajtur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a keni pasur ndonjë ftesë për të prezantuar, për të qenë pjesë e reprezentacionit të SBA-ve? Jo, nuk kam pat. Nuk keni pasur. Ja. Kur e përfundohet karrierën tuaj si futbollist aktiv? E di që luani akoma, po në Amerikë? Moshën diku 32 vjeçare e kam mbaruar. Po. Aktiv, do më thënë, derisa jam, si që thash edhe më herët, jam inkuadruar në ekipën e Albania Stars edhe si trajner edhe si futbollist. Në moshën, për shkak të lëndimit që psova në shtëpinë, të kun moshën 28 vjeçare. Pastaj kam shkuar Albania Stars ose yjet shqiptare. Yjet shqiptare, po, një ekip. Sa kohë keni luajtur aty? Pa, ti kam qenë deri në fund, deri në vitin 2019, prej, do me thënë, ndoshta nuk kam luajtur deri në fund 2019, po kam qenë pjesë e ekipit, kam qenë trajner dhe lojtar prej vitit 2009, diku deri në 2019, kur jam bë largimin nga Amerika për në Zvicër. Me çfarë suksesesh mund të lëndrohet ekipi Albania Stars? Si që thash edhe më herët, garimi në Shtetet e Bashkuara gjithmonë bazohet te ekipet a do arri në play-off apo s'do arri në play-off. Ato janë të arriturat. Mas një viti, besoj një vit, 2 viteve pas inkuadrimit tim në ekip, që më kam pritur shumë mirë, ata ende sot e këtë ditë me ta jam si vëllezër them, kemi një raport shumë mirë. Kemi arritur që klubi tjetë një klubet më të mira në ligën e Chicagos. Do me thanë, ku garonim kundër ish klubit tim. Do me thonë, ekip cilësor. Shumë cilësor. Ku në vitin 2009, mos gabofsha, edhe jemi takuar në Kosovë, kemi ardhur me atë ekip, ku në atë kohë ekipi kundërshtar që luajtëm ishte nga Drenica. Po, Drita e Bugovinës ka qenë? Drita e Bugovinës. Një skuadër nga Shqipëria. Po, na humbëm ndeshjen 1-0 nga Drenica. Do më thënë, kemi qenë në atë kualitet. Kam qenë në aty pjesëmarrës edhe une. A ju kanë organizuar ndeshje lam të mirë, se kur i thatë lam të mirë futbollit ose ekipit aty? Ndeshje jo, ama parti po. Po, ndeshje jo. Nuk kemi bërë, nuk është mënyra e organizimit. Me çka ju befasuan? U befasuan një mbrëmje, më thirrën ata, thanë, veçanërisht kur jam larguar nga Amerika, më thirrën hajde tha për një pije, takohemi kur shkova aty ishim busha, jo.
me fans, me shoqëri, me krejt edhe ishte diçka impresionante. Domethënë dhurata më e madhe është ajo. Po, pa diskutim, pa diskutim. Atëherë, si ndodhi që Arsim Ibrahimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës sërish të kthehet në Europë, por kësaj radhe jo në vendlindje, por në shtetin zviceran? Ishte një vendim tjetës private, personale, që e bëm bashkë me të shoqën, që të kthehemi në Zvicër, kam familje këtu shumë, më afër vendit, vendlindjes, këto ishin arsyet për nga të cilat e bëm vendimin që të kthehemi në Europë. Me çfarë merret aktualisht Arsim Ibrahimi në Zvicër? Arsim Ibrahimi, përveç futbollit që ende vazhdoj të luaj dhe se me mosh jam... Domethënë, akoma je aktiv në futbol? Aktiv jam në futbol, luaj për momentin jemi në mosh grupat, këtu i thuaj veteran, atje edhe mbi 30 vjeqa. Me ekipin e trinjve që kanë mbi 20 vjetë, ashtu? Jo, 30. Mbi 30 vjetë. Se janë të ndara, domethënë ke mbi 30, i ke mbi 40 dhe mbi 45 dhe 50. Unë ende garoj ke 30 vjeqarët. Akoma je djalë i ri, domethënë, talent i ri. Po, patjetër mundohem. Ndoshta do të thirrim përsëri që të kthehesh në Shkëndij, pasi akoma je... Për brohoritje ndoshta. Po. Kur vish në Maqedoni, në vendlindje, takohesh me ish-lojtarët, me shokët tuaj? Po, patjetër, ajo një ndër ndoshta edhe arsyet që më jep gjithmonë të kaloj një kohë shumë të mirë këtu. Janë ajo koha që kam kaluar këtu. Mos thuaj është Berat i merri ai. Absolut, Beratin e kam si vlla, Abdil Wahab Husseinin e kam si vlla, kam shok që nga fëmijëria, Bujarin, ka shumë shok që i kam, që domethënë kam takime... Edhe diskutoni për futbol, sigurisht. Po, gjithmonë, para se me ardhë, kër i bëjë rezervimet për të ardhë, diskutojmë me ta, të i shofa janë ata këto, apo janë. Me që diskutoni për futbolin, atërë se ndiqni futbolin e Maqedonisë së Veriut dhe klubet e futbolit shqiptar që garojnë në elitën e futbolit të Maqedonisë së Veriut? Mësë shumë ti diskutojmë për Shkëndijin, të them drejten. Ekipet tjera po normal, në ato ekipet shqiptare me interesojnë, tani e ke Bashkimin, e ke Arsimin, ishte Shkupi edhe ke ekipa nga jo qera Besa, po Dëbërdollit si isha e situata krejt që ka ndodhi, me që edhe shoku im i ngushtë ishe trajner aty. I ndjekim kur ka ndeshjet ndaja, apo në derbi, gjithmonë në kontakt me ta, mundona nëpërmjet mediave diçka që mundin të ndjekim kur na premton koha. Një moment mjaft interesant dhe mjaft i gëzueshëm për adhuruesit e futbollit është se reprezentacioni i Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut do të garojnë në play-off për kualifikim në botrorin 2026 që do të mbahet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadë dhe Meksik. Çka mendoni? Sa janë gjasat që këto tre kombëtare të kualifikohen dhe a do të ishte një çudi, apo befasi, apo një gjë normale, Unë mendoj të kësha kategorizuar në atë aspekt dhe ishte normale, me qenë futbol asnjëherë nuk dihet. Po. Në qoftë se e le zemrën fush, gjithçka e mundshme. Shiqoni Kosovën, shiqoni Shqipërinë, Maqedoninë, domethënë unë mendoj se në qoftë se ishte diskutuar ky moment para se me fillua kampionati, nuk do kishte qenë e parashikueshme në krahasim me ekipet të cilat ata outsider, domethënë kanë qenë ekipe të mira që kanë qenë grup. Për shembull Serbinë ke që Shqipëria mundi mes Serbisë. Po. Me ke Kosovën e cila mundi Suedinë, Sloveninë, Sloveninë. Domethënë ajo është një arritur mjaft e madhe. Jo një arritur, nuk e kisha kategorizuar me merit. Nuk është një arritur, domethënë ai sot luajtën djem mirë fituan. Jo, nuk mund luajti 3-4 ndeshje. Domethënë ka cilësi. Po, cilësi absolut. Të krejt. Sipas juve, cilët nga këto kombëtare kanë gjasa për të kualifikuar, duke ditë se në mars të vitit 2026 do të luajnë ndeshjet e play-offit? Po, Shqipëria luan me Poloninë, Kosova me Çekinë, Maqedonia luan me Danimarkën. Unë besoj më rëndë ka
Maqedonia, me që ekipi danes është ekip cilësor, ka lojtar me emër, emrat mëdhenj. Kosova ka gjasa shumë mira, unë mendoj se Kosova ka gjasat më të mira prej ketëve. Edhe duku bazuar në ndeshjet e fundit që i ka zhvilluar, veçanërisht me Zvicrën. Një ndeshje fantastik, lojtar me vetbesim, me cilësor, o edhe Shqipëria, nuk do të përreshosh një ekip. Nëse kualifikohet ekip zemre në Shqipëria. Nga këto 3 kombëtara do të jesh pjesa që ti përkrahesh në kampionatin botëror? Nëse jam atje, absolut, unë gjithmonë jam përkrahës i këtij ekipeve. Gjithmonë, veçanërisht unë kam edhe një kënaqësi, ndoshta njerëzit që nuk jetojnë këtu në Maqedoni nuk e dinë mënyrën se sa rënd ka qenë të jesh pjesë e një reprezentacionit Maqedonisë, me që tash ke një numër i madh që janë edhe shqiptarë atë që luajnë. Ju me siguri ndiheni krenar se keni qenë pjesë e klubit të futbollit Shkëndija, që tani më ka 5 tituj kampion në Maqedoninë e Veriut, ka 2 kupa të fituara, ka 1 superkup dhe deri më ditën e sotme, domethënë ka 64 ndeshje në garat ndërkombëtare. Si e cilësoni këto të arriturat të mëdha të klubit që është simboli i futbollit shqiptar këtu në Maqedoni? Po kjo do të thotë që ëndrat realizohen ndonjëherë. Nëse tani tash këtë njëjtën pyetje ja bën një themeluesi të ekipës. Domethënë ajo është ëndra e tij që është realizuar sot. Që Shkëndija të jetë një ditë një ekip elitar, të jetë një ekip cilësor, si në vend edhe jashtë, edhe me që pa diskutim që ka sfida, futbolli është i tillë, pa marrë parasysh se ndonjëherë rezultatet ndryshojnë, po futbolli është futboll, topi është i rrumbullak, edhe hin gol. Nesër kemi një ndeshje të jashtëzakonshme, një ndeshje spektakolare, një ndeshje që do t'i paraprin festës kombëtare 28 nëntorit, në Prishtinë takohen Drita e Gjilanit dhe klubi i futbollit Shqipëria. Cili do të ishte porosia juaj për të gjithë tifozët që do të jenë të pranishëm në këtë ndeshje? Besoni me siguri edhe ju do ta përkrahani atë se duhet të jetë një fest që do t'i paraprije festës 28 nëntorit. Po pa diskutim. Dhe le të fiton normalisht ekipi. Le të fitoj ekipi më i mirë, po tash nuk do të ndjenjat shtihen anësh. Shkëndija është ekipi im i zemrës, edhe unë është normal që kam dëshirë që Shkëndija triumfoj në fund me fitore, mirë po duke marrë parasysh historinë tonë në çdo aspekt, jo vetëm sport, do të jetë një lojë shumë e fortë vllazërore, mirë po shumë e fortë. Tifozët duhen si gjithmonë të jenë korrekt, nga të di palët, që të kemi një lojë të bukur. Domethënë që tifozët duhet ta madhërojnë këtë fest. Ta ndjejnë ndeshjen. Ndjejnë një kënaqësi të madhe gjatë kohës, të kalojnë një kohë të bukur, të mirë dhe të paraprgatitna për festën. Atëherë, sipas juve, aktualisht, cilët futbollistë shqiptar janë më të mirë këtu në Maqedoninë e Veriut? Po, ti se them, unë mendoj se Shkëndija ka shumë lojtarë të mirë të vendit që garojnë këtu, atë vllazërit Reshati i ke, janë shumë, po të di janë shumë cilësor, i ke sulmuesit i ke të mirë gjithashtu, unë e kisha thënë, këtyre pyetjen domethënë kjo është një mund t'i atyre krejt trenerëve të cilët kanë punu, ku arritur nga shkolla e futbollit bëhet një ekip e cila garon në garat evropiane. Me që në fazën e ligës në Conference League, pra. Me që një numër i madh gjithmonë ka pat kundërshtime, duke i marrë parasysh mënyrën se si funksionojmë në NTTOF, kush di, si di, sa di, mirë po rezultatet treguan vetë. Këta janë brum i Shkëndijës, nga çaj brum i trajnerëve, se do të jemi mirënjohës se do të kënaqur nga rezultatet deri tani. Sipas te, çka i mungon sportit tetovar? Kampi i futbollit. Kampi i futbollit, a. Pa diskutim. Ajo është dhimbja më e madhe. Shtëpia fillon prej themelit, renovimi i shtëpisë fillon nga kulmi, shkon për poshtë. Arsim,
Ti me siguri ke ndjek edhe rezultatet e reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut, ku ka edhe një pjesë bukur të mirë të futbollistëve shqiptar. Enis Bardhi, Ezjan Aliovski, Visar Musliu, ka qenë Ademi, Agim Ibrahimi e shumë të tjerë. Çka mendosh për këta aktualisht janë në reprezentacion? Këto janë kurizi i ekipit. Boshti i ekipit. Domethënë veçanërisht Enis Bardhi është fantastik ende. Dhe jo rastisht është kapiten i reprezentacionit. Jo rastisht kapiten, jo rastisht e ka një karrierë që e ka. Në futboll s'ka rastisht. S'ka, domethënë është një djalosh i cili ka kaluar të gjitha kategoritë dhe ka arritur deri në majë. Para shumë vitesh e kam parë Enisin duke luajtur me reprezentacionin e Maqedonisë, mande numrin 7 me të rinjt. Kam qenë bashkë me Beratin. Dhe ka qenë kualifikuar në kampionatin evropian për U21. Po. Dhe ai në Poloni që mbaj. Unë nuk e njihja, me që isha jashtë, kur aq mbresat mira më ka lënë, që i kam thënë edhe Beratit, ki djalë, një ditë kemi ta shohim në një cilësi shumë të madhe të futbollit. A ju merr malli për futbollin tetovar? Kështu si që është aktualisht. Balta me ëmbël se mjalta. Me siguri e mbani mend një kohë të gjatë ka luajtur edhe klubi futbollit Renova nga fshati ju i Fqi, nga Gjepçishti. Dajet i kam nga Gjepçishti, unë jam gjys. Po, do me thënë edhe ajo është një humbje e madhe për futbollin vendor, pasi klubi i futbollit Renova ishte me të vërtet një ekip mjaft stabil. Shumë ekip stabile. A mbani mend ndonjë lojtar të cilët kanë luajtur? Shokun tim të futbollit, Vullnet Eminin e kemi, që ka qenë bartës i ekipit aty Bujar Islamin, që ka qenë edhe trajner. Po, ka plot djali Dajes, Nasir Dauti ka luajtur aty gjatë kohës. Po, është nuk është gjë e mirë që u ndalua, mirë po jeta është e tillë, jeta vazhdon për secilin. Një falënderim Renovës, cilat pron cilësinë të tof, korektësi në shumë aspekte. Një ekip stabile. Derisa ka shkuar, stabile. 19 edicione ka luajtur në ligën e parë. Fantastik. Atëherë, kur Arsim Ibrahimi do të kthehet në vendlindje? Vendlindja thret. Vendlindja thret. Shqo, ëndra çdo mërgjimtari, unë besoj, të kisha thënë me plot besim 90% mërgjimtarët gjithmonë e ka një ëndër të kthehen në vendlindje. Edhe unë jam shumë i lidhur me vendlindjen. Me që vi shumë shpesh, tani si jam këto zë. Edhe kur isha përpara në Amerikë, gjithmonë kam ardhur ka dihen në vit. Verës zakonisht rinja 6-7 javë, 8 javë, edhe pse kam pat mundësin të botën të shëtiti, ku ka dhe shpirti, mundësit i kam pat, mirë po që ati më porojnë të tofë, e kam djetë knetësi. Arsim, me që po ja afrohem edhe fundit të misionit, na thuaj si e kanë përjetuar dhe si e përjetojnë familja juaj angazhimet tuaja të plota në sport edhe në jetën private tjetër, në profesionet tjera? Shqo, të jesh në lidhje, apo të jesh i martuar me një sportist, nuk është shumë letë. Jeta është e kufizuar, jeta është me orar, veçanërisht kur kalon atë moshën profesionale, apo kur hinë në moshën madhore, edhe si që në moshën time, nuk është letë. Domethënë, ka ditë ku bësh plane, s'dalën, ashtu ka futboll, ka lëndime, ka lodhje. Çdo ditë pesha do të çosh dikush ti. Do të rregullohet, po, pa diskutim, me që jam i kënaqur edhe nga familja, nga bashkëshortja të cilët kanë një mirëkuptim shumë madh për ndjenjen time ndaj futbollit. Gjatë kësaj bisede, ndoshta vallë kemi harruar diçka që pjesim, që opinioni duhet të dije për Arsim Ibrahimin? Jo, mendoj se i përfshijmë të gjitha. Është një kënaqësi e madhe edhe ju zotëri Shabanit, të cilët nuk na harroni, për ne është kënaqësi, ndonjëherë jo vetëm ajo pjesa
materiale, për të kënë nuk është asgjë, dhe më thënë, vetëm mënyra që përkujtohena, që edhe ki djali, ki quni ka tjenë këtu, ka dhënë një kontribut, edhe pse në atë kohën, kur ishim na, do me thënë, për futbolin të tovarë, të për njëtësim, mos të vetëm për shkëndien, pjesa materiale ka tjenë, po thuj se s'ka egzistuar, falenderim të math bashkët e tovarëve, cilët kanë dhënë një mund jashtëzakonisht të madh, për veçanërisht ka qenë Qashia Epër, me Cetinska, kretë këta cilët me mahalla, si të imnen të tofë, janë organizuar, kanë mbledhur lek, na kanë blejt dreset. Do me thonë, gjithmonë keni qenë me të gjitha mirënjohës mirënjohës për atë që keni arritur. Ndoshta kemi pat mundësi që të ikim ndonjë ekip tjetër ku në aspektin financiar ishin shumë më të mëdha, mirë po ndoshta kënaqësia s'ishte e njëjtë. Mirë po zemra tre aty. Po. Atëherë, për në fund, cila është porosia e ish futbollistit Arsim Ibrahimi për rinin shqiptare, të cilët pretendojnë të merren me sport, qoftë këtu në vendlindje, qoftë në Amerikë apo në Zvicër? Unë dhe kësha fillohet frazën dhe të thënë, pranvera nuk fillon me një lule. Asë një mos u dëshpro, vazhdo të punosh, pa marë parasysh se lulja nuk qelen gjithmonë në mars, ka dhe njëna qelë më vonë, edhe në qofë se se kemë rritë kulmin deri në 16-17 vjetë, 18 vjetë, 19 do shta më rrish me 22, 23, 25, pa marë parasysh. Do shta unë në fillimin të tekst nuk kam qenë lojtari më i mirë ati, po mas disa vjetëve u bëra, dërmat mirë. Atëherë, në emër të stafit të televizionit Koha, në emrin tim personal, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit javor të sportit me legjendat e sportit dhe shpresoj që gjithmonë i keni hapur dyert për të qenë i ftuar këtu në studiot e televizionit Koha. Edhe njëherë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Falenderoj shumë. Ndërsa ju, teleshikues të nderuar, deri në emisionin e radhës të emisionit javor me legjendat e sportit këtu në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.